Shoqata Humanitare Bereqeti Dega në Prizren edhe këtë vit në koordinim me menaxhmentin e Galeria Shopping Mall këtu në qytetin e Prizrenit kemi vendosur arkën e sadakas ku do të mlidhen mjete materiale dhe të cilat në fund të muajit bekum të Ramazanit do të qëndrojnë në pak ushqimore. Andaj neve kërkojmë nga njerëzit të vullnetit mirë që të përgjigjen këtij aksioni duke dhuruar mjetet e tyre, sadakat të ndryshme dhe pastaj këto mjete do të qëndrojnë në pako të cilat do të dhurohen familjeve në kushte të rënda ekonomike për festën e Fitr Bajramit. Në radhë parë shfrytëzoj rastin që të falenderoj menaxhmentin e galerisë e cila vazhdimisht e disa vite ka një bashkëpunim shumë të mirë me shoqatën Bereqeti, ku shpresojmë që ky bashkëpunim do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Besim e shpresë që neve së bashku të gjithë do t'ja dalim dhe do t'a zbutim gjendjen e rënduar të familjeve me kushte të rënda ekonomike që gjatë festës së Fitr Bajramit dhe gjatë ditëve të Ramazanit të kenë sofrat e tyre të begatshme. Kontriboni sepse kontributi juaj është që shpaguhet nga Allahu xhaleshanu.